Për ironi të fatit, rruga që të çon drejt plazhit të njohur sektori Nia ka një emër inovator, por që realiteti tregon tjetër gjë. Bëhet fjalë për aksin që të çon drejt plazhit me emrin sektori Nia, ku nga Rrezhbulli ka këtë gjendje. Kamera e Adrianet Televizion është ndalur sot në këtë rrugë. Gropa të mëdha të saj vënë në vështirësi dhe qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd. Imazhet tregojnë se gropat këtu nuk mbushen prej kohësh dhe se drejtuesit e automjeteve vihen në vështirësi sa herë që qarkullojnë në këtë aks rrugor. Rruga çon në një nga plazhet më të preferuara si për Dursakët dhe për të ardhurit nga Tirana dhe qytetet të tjerë, por gjendja e saj është skandaloze. Durrësi vazhdon të ketë probleme të mëdha për sa i përket infrastrukturës rrugore, por më shqetësues është fakti se rrugët që çojnë drejt plazheve kanë akses të dobët, si në këtë rast.